Përshëndetje gjithëve, jam Julka Dedinsa, sot këtu me kolegon tim Glau Kraca. Përshëndetje. Sot do flasim për diçka që është prapa çdo mesazhe, çdo foto dhe çdo video që ne dërgojmë, kodime dhe dekodimi të dhënave. Pa këto dy procese, interneti do ishte thjesht një ide shkruar në letër. Kompjuterët tonë nuk do të punonin dhe pajisjet do ishin si njerëz që nuk e folin të njëjtën gjuhë. Do të thonë se kodimi e kthen përmbajtjen e një gjuhë që kompjuteri e kupton. Po, në kompjuter, kodimi është procese ku një sekuencë karakteresh, qofshin ato shkronja, numra apo simbole, shndrohen në një format të specializuar për ruajtje dhe transmetim, ndërsa dekodimi është e kundërta. Formati i koduar kthehet në tekstin fillestar. Mirëpo, le të fillojmë nga fillimi. Para se të ekzistonin kabllat, satelitët apo interneti, njerëzit tashmë kishin filluar të kodonin. Një shembull epik është Morse Code, i krijuar në vitin 1838, një kod mjaft i thjeshtë me pika dhe vija. Po çish funksionon në praktikë, pikat dhe vizat kthehen shkronja? Po, çdo shkronjë e ka kombinimin e vet. Për bukuria e këtij kode është se u kriju për telegraf, ndërsa sot gjen funksion edhe në radio. Imagjinoni një kod aq i fortë sa që ka mbijetuar mbi 180 vjet. Mirëpo, le të vim pak më afër botës së kompjuterëve. Një kod shumë i rëndësishëm është Manchester Encoding, i krijuar për kompjuterin Manchester Mark I në vitin 1949. Ky kod nuk përdor vetëm 0 dhe 1, mirëpo secili bit paraqet një ndryshim të voltazhit, qoftë nga lart në poshtë apo anasjelltas. Po pse duhen këto ndryshime? Pse jo vit 0 dhe 1 si zakonisht? Sepse këto ndryshime sigurojnë sinkronizim, pra kompjuteri e di sakt kur fillon dhe kur mbaron secili bit. Prandaj edhe sot përdoren në infrared remote, NFC, në komunikime në fusha të përafërta. Pra një teknologji e vitit 1949 që ende jeton. Kjo është fuqia e kodimit. Po për internetin? Edhe për internetin, edhe interneti funksionon fal kodimet. Për shembull, një URL mund transmetohet vetëm duke përdorur ASCII. ASCII është një kod që përfasohet me një numër binar 7 bitësh. Për në një URL mund të ketë edhe mungesa, hapësira, edhe një ASCII këto hapësira i zëvendëson me plus ose me përqindje. Përpos ASCII kemi edhe kode tjera që është Unihex ose Unicode e të tjera. Po në gjuhë programimit ndryshme, çish funksionon? Është ndryshe, për ideja është e njëjtë. Për shembull, në Java, koduesi shndron të dhënat në formatin web, ndërsa dekoderi i kthen prapë në formën origjinale. Ose në Python, kodimi e merr një varg Unicode dhe e kthen në një varg bytesh, ndërsa dekoderi atë varg bytesh e kthen prapë në Unicode.